Të nderuar besimtar, kemi folur para 2 xumash për rëndësinë e edukatës, etikës. Dhe se si në fen ton etika, edukata ka një vend të veçantë, një pozitë madhore, dhe folëm për argumentet fetare të cilat nxisin që muslimani të jetë njeri me etik, me edukat, të bëj dallimin mes tij dhe njerëzve të cilët nuk e besojnë Zotin apo nuk ecin sipas rregullave që përcakton besimi ynë, gjithashtu edhe që përputhet me zakonet e mira. Dhe folëm se edukata është në fillim me Zotin e gjithësisë, edukata etika me Zotin është të çosh në vend urdhrat e tij dhe të turpërohesh prej tij. Sepse Allahu i lartësuar është ai që meriton që ne t'i përulemi, ta adhurojmë. Allahu i lartësuar është ai që meriton të falënderohet. Ne të jemi mirënjohës për mirësitë e shumta të panumërta në të cilat jemi dhe ai na i ka dhuruar. E njeriu besimtari e plotson adhurimin e Zotit, njësimin e Zotit, monoteizmin, duke qenë i edukuar ndaj Zotit, pra duke çuar urdhrat e Zotit në vend, dhe duke pasur turp prej tij që t'i kalojë jeta larg Zotit dhe larg urdhrave të tij. E dyta është edukata etika me profetin, të dërguarin e Zotit, që është ta pasosh atë, ta ndjekësh atë në mësimet e tij, në këshillat e tij, në praktikën e tij, në të vogël dhe të madhe, sepse në ndjekjen e tij gjen lumturi për vete, për familjen tënde, por edhe shoqëria gjithashtu udhëzohet në të mbarën dhe vjelin frytet e kësaj mirësie të pasimit rrugës tij. Dhe e treta është edukata me krijesat. Dhe kemi folur dhe thamë se edukata me krijesat është që çdo njeri, çdo kënd ta vendosësh në pozitën që meriton. T'i japësh hakun që meriton. Të mos e ngrësh dikë më shumë se ç'meriton dhe të mos e ulësh dikë nga pozita që Zoti i ka dhënë. Dhe të sillesh me të tjerët siç do që të tjerët të sillen me ty. E thamë se do të flasim në disa hutbe, disa predikime të xumash për etikën në lidhje me të tjerët. Pra, për këtë të tretën, do të flasim në hutbe, ndoshta na marrin shumë prej këtyre predikimeve, por shpresojmë nga Zoti i gjithësisë që të na jap mirësi, edhe të na jap dije të dobishme, dhe të na bëj rrezik pastaj punën që të ndryshojmë sjelljet tona, të ndryshojmë bindjet tona dhe gjithashtu të bëhemi akoma më të frytshëm dhe më të mirë se ç'jemi. Të nderuar besimtar, thotë Ibn Qayyim, Allahu e mëshiroft, një prej dietarëve, nga më të mirët e dietarëve, nga më edukatorët e dietarëve. Thot duke folur për rëndësinë e edukatës, sa i përket edukatës me krijesat, është që të ndërveprosh dhe ta dhe të sillesh me ta, pra marrëdhëniet e tua, t'i kesh në ta në bazë të gradës dhe pozitës që ata kanë. Sepse çdo pozitë ka nevojë për edukatën që i përshtatet. Çdo kush ka nevojë për edukatën që i përshtatet atij. Dhe disa prej këtyre pozitave apo njerëzve kanë nevojë për një edukat të veçantë, për etik të veçantë në sjellje me ta. Prandaj thot me prindrit ka një etik dhe një edukat të veçantë që lidhet me ta. E gjithashtu mes tyre thot babai ka tjetër edukat dhe sjellje me të, e tjetër ka nëna. Dietari thot ka një etik, një edukat me të cilin pra ke marrëdhënie, sillesh me një edukat veçantë që i përshtatet atij. Po ashtu dhe pushtetari ka një tjetër edukat që i përshtatet atij. Me shokët do të sillesh me etik që u përshtatet shokëve. Dhe me të huajt thot do të sillesh me një edukat që u përshtatet huajve, që është ndryshe nga ajo që sillesh me shokët. Pra nuk do sillesh me të gjithë njësoj. Thot atë që e ke prej të afërmëve të fisit do sillesh me të siç e meriton, dhe me tjetrin që e ke më larg thot do japsh atij hakun e tij, do sillesh me të siç e meriton. Ndryshe nga sillesh me atë që e ke në farefisin tënd apo që e ke në shtëpinë tënde. Prandaj të nderuar thot, vazhdon Ibn Qayyim dhe thot, prandaj dijeni se etika, edukata
është shkaku i lumturisë dhe shpëtimit të njeriut, ndërsa mungesa e edukatës është shkaku i njerimit dhe shkatërimit të tij. Nuk ka mirësi të kësaj jete dhe të botës tjetër që arrihet më shumë se sa me edukat, me etikë, dhe nuk largohen për njeriu mirësitë e kësaj jete dhe botës tjetër më shumë se sa me mungesën e edukatës, pa me mungesën e etikës. Dhe sot, nderuar vëllezër, ne do flasim diçka, natyrisht hutbet, predikimet e xhumas nuk lejojnë që të zgjerohesh aq shumë në këto tema, edhe pse nevoja është e madhe. Është obligim për secilin prej nesh të kthehet tek librat e etikës, së edukatës dhe të lexojë, që të edukohet. Edhe nëse është moshë të madhe, nuk ka problem. Disa gjëra që nuk i ke ditur mund t'i mësosh. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam thotë innamal ilmu bita'allum, dija arrihet duke u ushtruar, duke lexuar, duke marrë dije. Nuk ka turp nëse nuk di. Po turp është nëse qëndron në padijen tënde dhe në veprat e tua të gabuara. Qofshin ato zakonet njerëzve, qofshin sjellje, qofshin vese, duhet ta përmirësosh vetveten sepse njeriu është në proces përmirësimi përderisa ka shpirt në trupin e tij. Do të flasim, të nderuar besimtar, edhe për shkak të rëndësisë për edukatën që duhet kemi me prindrit tanë. Mbas Allahut lartësuar, hakun mbas Allahut e kanë prindrit. Dhe do të shikojmë argumentet fetare se sa të drejtë madhore kanë prindrit tek ne dhe çfarë pozite ka prindi në fen tonë. Prandaj e meritojnë që të fillojmë në temat e edukatës, fillojmë me prindrit. Edhe për nevojën që njerëzit kanë sot. Natyrisht ne nuk na dëgjojnë gjithë njerëzit, por ju do të jeni ambasador të asaj që thuhet, të argumenteve fetare tek njerëzit që u rrethojnë, në fillim tek prindrit tuaj, te familjet tuaja, pastaj tek të tjerë, tek shoqëria. Që ta përmirësojmë sadopak gjendjen në të cilën ka rënë shoqëria jonë, gjendjen e mjeruar. Shikojmë një braktisje të prindërve, lënje të tyre pa kujdes, largim prej tyre, mos interesim për ta, dhe shikojmë vuajtje në syt e atyre pleqve dhe plakave të cilët kanë mbetur të vetëm në vendin tonë, i cili ndryshoi brenda një brezi, brenda 2 apo 3 dekadave, nga një popull i respektueshëm ndaj të mëdhenjve, që u shërbenim të mëdhenjve, i respektonim, i dëgjonim, mblidheshim rreth tyre, kemi marrë nga të huajt edukatat më të ulta, më të këqija, kemi baraktisur prindrit tanë, nuk interesojmë për ta. Prandaj kush ka kontakte me moshën e tretë në qytet e kupton se çdo thotë që ata të jetojnë të vetëm apo të vdesin të vetëm në shtëpitë e tyre dhe t'i gjejnë mbas shumë ditësh apo edhe muajsh. Kjo është një gjendje e mirë e popullit tonë. Prandaj, edhe pse nuk na dëgjojnë të tjerët, secili prej jush të bëhet një kumtues, një përçues i mesazhit fetar tek njerëzit e tjerë për të pasur një etik, një edukat, një kujdes ndaj prindërve, sepse janë amaneti i Zotit për ne. Janë amaneti i Zotit për fëmijët e tyre. E para, nderuar besimtar, dhe sot në këtë hutbë do të flasim për rëndësinë e prindit, çfarë rëndësie jep Islami. Pastaj për etikën, me lejet Allahut, nëse Allah na jep jetë dhe mundësi, do të flasim në predikimet e tjera. E para, Allahu i lartësuar ka shoqëruar urdhrin për respektin ndaj tyre, për bamirësinë ndaj tyre, për të sjellur mirë ndaj tyre, e ka shoqëruar me urdhrin për adhurimin e Zotit një. Mjafton kjo të kuptosh se sa e rëndësishme është të sillesh mirë me prindrit. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Thot adhurojeni Zotin dhe mos i shoqëroni atij asgjë, domethënë mos i bëni atij ortak, shirk, idhujtari. Domethënë mos shkoni në për teqe, në për varre, në për male, në për kisha, në për magjistare, në për pseudo hoxhallar, që të këndoheni e të yshteni, e të kërkoni shpëtim. Sepse ky është një adhurim ndaj tyre. Qofshin të vdekur apo të gjallë. Por adhuroni Zotin një. Mos i shoqëroni atij asgjë
dhe me prindrit silluni mirë. Direkt mbas urdhrit për adhurimin e Zotit një, Allahu i lartësuar thotë me prindrit silluni mirë. Kanë thënë dietarët këtu, ka thënë prindrit fillim, pastaj mirësinë. Prindrit që t'ja fokus të prindrit në fillim, pastaj thotë silluni mirë me ta. Dhe gjithashtu Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Thotë dhe ka gjykuar dhe ka vendosur, ka bërë ligj Zoti yt që të mos adhuroni veç atë dhe me prindrit të silleni mirë. Nëse e ka pleqëria, thot njëri prej tyre apo të dy ata tek ti, në kujdesin tënd, të mos dëgjojnë prej teje as fjalën of, as një lloj shprehje pa kënaqësie të mos dëgjojnë prej teje, urdhër nga Zoti. Nëse njëri apo të dy ata janë tek ty, kur janë moshën e pleqërisë, pra ti do kujdesesh për ta, atëherë mos u thuaj atyre as of. A thënë dietarët, kjo është shprehja më e pakët e pakënaqësisë. E nëse do të kishte ndonjë shprehje që tregon pakënaqësi, do ta kishte përmend Allahu. Mos a shikojnë pakënaqësinë tënde në fytyrën tënde, në shprehjet e tua, në fjalët e tua, në veprime, nëse ata janë pleqë dhe janë kujdesin tënd. Thot, edhe as mos u sill ashpër me ta, dhe thuaju atyre fjalë të buta, fol me ta me fjalë të buta. Thot, dhe vendos mbi ta dorën e mëshirës, pra vendos mbi ta dorë mëshiruese, pra tregoj atyre afrimitet, mëshirë. Dhe thuaj, Zoti im mëshiroj ata, Zoti im mëshiroj ata siç ata u kujdesën për mua kur unë isha i vogël. Pra lutju Zotit me sinqeritet, duke ndjerë, duke sjellë ndërmend se si u kujdesën ata dhe si të mëshiruan kur ti ishe i vogël, i pafuqishëm, i nevojshëm. Sa u kujdesën për ty, u gëzuan me ty. Me sa shumë dashuri dhe kujdes të mbuluan. Kujtoje këtë dhe thuaj, Zoti im, mëshiroj ata siç më edukuan mua dhe u kujdesën për mua kur isha i vogël. Dhe ajetet të tjera veçtyre nderuar besimtar që Allahu i lartësuar i përmend në librin e tij. Dhe siç e shikojmë, urdhri në këto ajete është në dy aspekte. E para është që Allahu i lartësuar ka shoqëruar mirësinë ndaj prindërve me adhurimin e Zotit një. Pra adhuroni Zotin një dhe silluni mirë me prindrit. Prandaj kushdo i cili e kupton se çfarë pozite ka adhurimi i Zotit një në fe, tauhidi, monoteizmi, në fe se çfarë pozite të lartë ka, ai e kupton se çfarë rëndësie ka me të vërtetë që shoqëruar dhe sjellja mirë me prindrit me pjedestalin e fesë. Gjë më e rëndësishme e fesë është adhurimi i Zotit një, monoteizmi, tauhidi. Dhe kush e kupton këtë pozitë, kupton dhe pse është kaq e lartë pozita e prindërve që Allahu i lartësuar ja ka bashkangjitur gjës më të rëndësishme në fen tonë. E natyrisht që Allahu i lartësuar nuk mund të bashkangjisë me urdhrin më të madh që është adhurimi i Zotit një, veçse diçka që ka pozitë të lartë dhe është shumë e rëndësishme. E dyta, Allahu i lartësuar, siç e tham, i ka përmendur prindrit para se të përmend mirësitë, që fokusi jetë te prindi. Dhe prindi meriton mirësinë tënde dhe çdo sjellje të mirë prej teje dhe çdo kujdes. E dyta, nderuar besimtar, nga çështjet në të cilat tregojnë se si kujdesi ndaj prindërve ka shumë rëndësi në fen tonë, është se kujdesi ndaj tyre është këshilla, porosia e Allahut të lartësuar për njerëzit. Porosi nga Allahu i lartësuar për njerëzit. Edhe duhet të dimë këtu nderuar besimtar se Allahu i lartësuar në këto porosi, në këto urdhra nuk urdhëron për bindje ndaj prindërve apo që ti dëgjosh. Sepse Allahu i lartësuar këtë çështje e ka tek besimtarët të edukuar në thelb. Domethënë dëgjimi i prindërve tek besimtarët është diçka që është e natyrshme, që duhet t'i dëgjojnë.
Por Allahu i lartësuar urdhëron më shumë se kaq. Për etik të lartë, për edukat të veçantë me prindrit. Lë porosi të veçantë për ta. Nuk thot dëgjojeni prindrit. Kjo tek besimtarët është çështje e padiskutueshme. Por porosit Allahu i lartësuar për më shumë se kaq. Për bamirësi, për kujdes, për çdo lloj mirësie e cila i bën ata të ndihen mirë. Thot Allahu i lartësuar: "Wa wasayna al-insana biwalidayni husna." Ne kemi porositur njeriu që me prindrit të sillet në mënyrën më të mirë. Jo thjesht të dëgjoj, thot të sillet me ta në mënyrën më të mirë. Dhe thot Allahu i lartësuar: "Wa wasayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayk." Thot e kemi porositur njeriu të sillet mirë me prindrit e tij. E kam partur nëna e tij me siklet dhe dhimbje. Pastaj e ka ushqyer me gjirin e saj për 2 vjet. Prandaj ji falenderues për mua, thot Allahu, dhe për prindrit e tu. Çka porosia e Zotit për çfarë është? Ji falenderues, mirënjohës për mua dhe për prindrit e tu. Pse Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të jemi falenderues ndaj tij dhe ndaj prindërve? Sepse ai që na ka bërë të ekzistojmë me mirësinë e tij dhe është kujdesur për ne, është Allahu. Por kë ka bërë sebeb? Ka bërë prindrit. Prindrit janë sebebi që ne ekzistojmë dhe prindrit janë ata që Allahu i lartësuar i ka bërë sebeb të kujdesen për ne në çastet më të nevojshme të jetës tonë, në çastet më të dobta të jetës tonë. Prandaj kjo porosia e Allahut që sillemi mirë me prindrit dhe të jemi mirënjohës me Allahun dhe ndaj tyre është për shkak se ata janë shkaku që ne ekzistojmë. Shkaku që Zoti me ta na ka dhënë jetën. Jetën e kemi prej tyre. Dhe sado që të përpiqet dikush nga ne që ti shpërblej prindrit e tij, nuk mundet t'u jap atyre jetë. Ata ta kanë dhënë jetën. Dhe nuk mund kujdeset aq shumë për prindrit e tij siç janë kujdesur ata për ty. Në çastet tua më të nevojshme. Në çastet kur je ushqyer nga trupi i nënës. Në çastet kur janë kujdesur, kur nuk kishe mundësi të haje apo të pije apo më shumë se kaq. Prandaj nderuar besimtar, kjo tregon shkakun sepse Allahu i lartësuar ka urdhëruar dhe ka porositur për mirësinë ndaj tyre. E treta është se askush nuk mundet që ta kthejë mirësinë e tij ndaj prindërve. Askush, sado që përpiqet, nuk e kthen dot mirësinë ndaj prindërve të tij, siç thamë, ata janë shkaku që ti ekziston dhe nuk mundesh që ti jesh ti shkak për të dhënë jetë atyre. Ata ta kanë dhuruar jetën, ndërsa ti sado që ti respektosh, sado që të sillesh mirë me ta, nuk do të mundesh kurrë që të dhurosh atyre jetë. Në librin Adabul Mufrad, Imam Bukharit, Allahu mëshiroft, tregohet se Ibn Umeri, prej shokëve të profetit, prej shokëve të mirë të profetit sallallahu alaihi wasallam, i biri Umerit, prisit besimtarve, ka pa një njeri që bënte tawafin Qabe. Domethënë ishte në Qabe, në Mekë, dhe rrotulloi rreth Qabes, pra ajo dispozitë që bëhet për ata që vizitojnë Qaben, dhe në krah kishte nënën e tij. Nënën e tij plak, e kishte në krah dhe bënte tawafin rreth Qabes. Natyrisht që kjo është gjë e lodhshme. Dhe siç ishte duke rrotulluar rreth Qabes, thoshte në poezi. Thoshte, unë për të jam si një deve e përullur, pra si një kafshë e përullur, që më ka hipur. Dhe nëse deve thot tremben, kur dikush hypër mbi to, unë thot nuk tremben për nënën time. Pra unë jam i qetë thot, dhe as pak nuk e tremba atë, nuk e bëj të shqetësohet se mos e hedh apo mos e rrëzoj. Thot, unë thot e kam mbartur atë më shumë se që më kam mbartur ajo mua, pra si duket kishte kohë të gjatë që po i shërbente asaj dhe e mbarte në krah. Prandaj, a mendono Ibn Umer se unë ja kam dhënë hakun asaj, i thot Ibn Umeri, radiallahu anhuma, thot jo, vallahi, as një dhimbje prej dhimbjeve të lindjes tënde. Nuk e shlyer në hakun e saj as një dhimbje prej dhimbjeve të nënës tënde kur ajo ka lindur ty.
Prandaj, të nderuar besimtar, në rast tjetër shikojmë Ibn Abbasin, edhe ky nga shokët e profetit, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, dikush i thot, unë i shërbej në stime, është e smur, edhe unë thot i shërbej asaj edhe e pastroj atë, edhe e ushqej atë. A mendo se ja kam dhënë unë asaj hakun? I thot Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, i thot, jo, ti nuk arrin t'ja japësh hakun asaj edhe nëse e bën këtë gjë, edhe nëse e bën të njëjtën që ajo ka bërë me ty kur ka qenë i vogël. Sepse ajo thot, kur të hiqte pisllogun ty dhe të pastronte ty dhe kujdesej për ty, gëzohej për ty se do t'jetoje, shpresonte për ty t'jetoje gjatë, që të shijonte, të gëzohej me ty. Ndërsa ti thot e pastron atë dhe kujdesesh për të, dhe pret thot vdekjen e saj sa më parë. Pra që në ndjenja nuk mundet që ti të krahasohesh me të, prandaj natyrisht që nuk ja ke dhënë dot hakun asaj. Prandaj nderuar besimtar, veç se nëse prindi bie rob, skllav, kur ka ekzistuar skllavëria, dhe sklavi nuk ka jetë të tij në liri. Veç se në këtë rast profeti alayhis salam ka përmendur dhe ka thënë, nuk e jep njeriu hakun e prindit të tij, veç se nëse e gjen sklav atë që shitet e blihet si mall dhe e blen tot dhe i dhuron atij lirinë. Pra sikur ka dhuruar jetën, vetëm në këtë rast tot mund t'i japësh hakun prindit tënd. Veç sa nderuar besimtar, respekti ndaj prindërve është më i madh se shumë prej adhurimeve. Më i madh dhe më i shenjtë se shumë prej adhurimeve. Profeti sallallahu alaihi wasallam është pyetur se cila punë është më e dashur tek Zoti, ka thënë namazin kohën e vet. Kur vjen koha e namazit, falesh namazin. Ka thënë pastaj mbas kësaj cila punë është më e dashur tek Allahu, ka thënë sjellja mirë me prindrit. Të sillesh mirë me prindrit e tu. Dhe gjithashtu kur dikush ka ardhur dhe i ka kërkuar leje profetit alayhis salam që të jetë nga ata ushtarë që luftojnë me të në rrugë të Zotit. Edhe të shkoj ku shkon profeti alayhis salam, i ka thënë, a ke ndonjërin prej prindërve të tu gjallë apo të dy gjallë? I ka thënë, po, i kam të dy ata. Thot, atëherë kërkoje shpërblimin e Allahut tek ata. Qëndro, ktheu te prindërit e tu dhe sillu mirë me ta. Pra kjo është më e madhe se sa ti luftosh në rrugë të Zotit për të ruajtur jetën, nderin dhe fenë. Veç sa nderuar besimtar dhe kusht tjetër ka ardhur dhe ka thënë dua të dal me ty në luftë. Do të luftoj për të mbrojtur fenë dhe për të mbrojtur jetën e muslimanëve. I ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë, a i ke prindrit gjallë? Ka thënë po, ka thënë ktheu dhe bëje luftën tënde tek ata. Përpjekjet e tua bëj tek ata. Në rast tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njërit prej sahabëve, a e ke gjallë nënën tënde? Ka thënë po, thot mos ju ndaj këmbëve të saj sepse atje është xheneti. Në transmetim tjetër thot se xheneti është poshtë këmbëve të saj, dhe këto dy hadithe i bën sakta Sheikh Albani, Allahu mëshiroft. Ne lutem Allahun lartësuar na bëj njerëz që ju japin hakun prindërve të tyre, na bëj besimtar të mirë, që sjelljet tona dhe besimi ynë të ndryshojnë pasi ne dëgjojmë fjalët e Zotit, dëgjojmë fjalët e profetit, dhe të edukohemi dhe sjellja jonë të reflektojë tek prindrit tanë në fillim, të sillemi ndryshe me ta pasi dëgjojmë këto argumente. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, respekti ndaj prindërve dhe sjellja mirë me ta është rrugë për në xhenet. Profeti alayhis salam thot, prindi është dera e mesme e xhenetit, nëse do mbaje dhe fitoje, e nëse do humbe atë. Pra nëse do çoje dëm dhe humbe këtë derë të xhenetit. Prandaj ne lutim Zotin ta bëj njerëz që i respektojnë prindërit e tyre, sillen mirë me ta dhe fitojnë mundësinë për të hyrë në xhenet nga dera e mesit të xhenetit. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam, i shkatruar është ai njeri, të cilin thot e arrin leqëria e prindërve të tij, të dy prindërve apo njërit prej tyre, dhe nuk e fiton thot me ta xhenetin, pra nuk futet në xhenet me ta,
Edhe këtë fjalë e ka thënë Xhibrili, kur profeti alayhis salam ka qenë si unë sot në minber në podium, ka dëgjuar dhe ka thënë amin, amin, amin. Xhibrili, angjëlli më madhështor, ka ardhur tek profeti alayhis salam dhe ka bërë 3 dua. Njëra nga ato është kjo dua. Dhe ka Xhibrili, angjëlli ka bërë duan, lutjen, dhe profeti alayhis salam ka bërë amin, pra ashtu u bëft. Qofti shkatëruar dhe i humbur njeriu që e ka pleqëria e prindërve, njëri prej tyre apo 2. Te ky person dhe ky nuk e fiton xhenetin me respektin dhe sjelljen mirë ndaj tyre. Allahu i lartësuar na përmirësoft në sjelljet tona. Besëndër besimtar, sjellja e mirë ndaj prindrit është farz, është obligim fetar. Edhe nëse ata nuk janë besimtarë. Se ndoshta në mesin tonë mund të ketë njerëz që e keq kuptojnë që nëse prindrit nuk janë në rrugën tonë, atëherë nuk lejohet që t'i respektosh apo mund të sillesh keq me ta të aprishësh edukatën. Kjo fetarisht është ndaluar, sjellja mirë me ta, mirësia, bamirësia, etika është obligim ndaj prindërve, edhe nëse nuk janë besimtarë, edhe nëse janë idhujtarë, edhe nëse shkojnë të adhurojnë të vdekurit. Këshilloj thirrin fen tonë, por sjellja jote, etika jote duhet të jetë korrekte me ta. Nuk lejohet ta prishësh etikën me ta. Prandaj Allahu i lartësuar thotë në librin e tij: "Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa." Nëse ata të luftojnë, përpiqen me ty që ti bësh shirk, ortakëri, idhujtari Zotit, mos i dëgjoj ata. Pra të thonë, shko tek filan magjistare se të këndon, se s'po të ecën, s'po martohesh, po rrisku nuk po të vjen, po ke problem sëmundje, shkon filan të qe, shkon. Mos i dëgjoj, thot Zoti. Ama me ta thot sillu me korrektësi, me edukat. Sillu mirë me prindrit e tu. Dhe kur vajza e Abu Bekrit Esmaja ka ardhur tek profeti sallallahu alajhi wasallam dhe i ka thënë, ka ardhur në ime në shtëpinë time, edhe ajo është idhujtare. Është idhujtare. Ka ardhur tek unë thot dhe ka një hall të saj. A ta respektoj atë? Thot natyrisht, respektoj atë dhe sillu mirë me të. Kjo është porosia e profetit sallallahu alajhi wasallam për t'i respektuar dhe për të sjellë mirë me ta. Prandaj të nderuar besimtar, ne duhet jemi për njerëzit thirrsa, edukator, këshillues, por asnjëherë gjykatës dhe asnjëherë që të prishëm etikën tonë. Lutim Zotin e gjithësisë na bëj besimtar të mirë, na bëj të zbukurojmë me etikë islame. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.